Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të jetë mikpritëse e samitit të radhës të procesit të Berlinit, që organizohet të mërkurën me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kosovën në këtë samit do ta përfaqësojë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka udhëtuar sonte drejt Londrës. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar drejt Britanisë së Madhe, ku do të marrë pjesë në samitin e radhës të procesit të Berlinit. Gjatë qëndrimit në Londër, kryeministri Kurti do të ketë edhe takime bilaterale, si dhe do të marrë pjesë në ngjarje të organizuara në kuadër të samitit, thuhet në njoftimin e kryeministrisë. Procesi i Berlinit është një platformë ndërkombëtare që bashkon qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor së bashku me partnerë të tjerë evropian, thuhet në komunikata të ndara nga qeveria britanike dhe ajo gjermane. Qëllimi i samitit është të rrisë bashkëpunimi rajonal, të mbështesë zhvillimin ekonomik dhe të përshpejtojë përpjekjet për parafrim më të ngushtë me Europën në Ballkanin Perëndimor, thuhet ndër të tjera në njoftimin e qeverisë britanike. Ish kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës, OVL-EUÇK-s, Nasim Haradinaj, ka publikuar në rrjetet sociale një shkrim ku ka thënë se sot në Den Haag do të jetë një ditë e veçantë e zhurmshme. Në profilin e tij zyrtar, Haradinaj kishte treguar se motoristët, të cilët u nisën nga Prekazi për në Haag për të mashuar për drejtësi për ish-kryerët e UÇK-s, kishin mbërritur. Haradinaj tutje ka thënë se zhurma e motorëve do të dëgjohet edhe në qelitë e çlirimtarëve. Mëngjesin e sotëm, filluam rigrupimin e motoristëve defilues për në Haag. Ata po bashkohen dhe sot në Den Haag do të jetë një ditë e veçantë e zhurmshme. Bubullima e motorëve do të dëgjohet edhe në qelitë e çlirimtarëve tanë dhe përtej, ka thënë ndër të tjera Haradinaj. Para 4 ditësh, rreth 150 motoristë shqiptarë nga vendet të ndryshme të Kosovës dhe Europës në kuadër të platformës Liria ka emër, ka nisur marshimin drejt Hagës me motocikleta me thirrje të vetme, drejtësi për ish-kryerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët janë duke u gjykuar në Hag.